me që është dhe 107 vjetori i klubit. Thjesht ta filloj me një urim për klubin që i dha Shqipërisë hapat e parë të futbollit, urime vllazëri dhe qofsh për herën maje. Konferencën për shtyp në prag të ndeshjes me Elbasanin, mbrojtësi Gurishta nisi me një urim për klubin vllaznia dhe të gjithë tifozët, duke shpresuar se fitoria do të jetë dhurata më e mirë në këtë përvjetor të rëndësishëm. Për ne është ndeshja e radhës, jena të fokusuar. Them vërtetën, nga ndeshja e fundit që kishim me Vorën, disa lojtarë kryesorë ishin pushim ndeshjen e kupës. Na është duk shumë e lartë dita e nesërme me Elbasanin, mezi po presim ndeshjen sepse jena të fokusuar, jena në formë më të mirë dhe uroj që të marrim maksimumin dhe më të mirën tonë. Pa diskutim që deri në këtë moment Elbasani ka zhvilluar një kampionat shumë të mirë, ka një ekip shumë të mirë, ka cilësi brenda ekipit. Dhe duhet të harrojmë që ka një trajner shumë të mirë, që po mundohet me marrë më të mirën ekipit të tij. Por gjithsesi ne vlerësojmë Elbasanin, ashtu dhe gjitha ekipet tjera. Fokusi jonë është ditën e nesërme që të marrim 3 pikshin. Edhe për sulmuesin Balaj, fitoria ndaj Elbasanit do të ishte mënyra më e mirë për të festuar këtë ditëlindje të vllaznisë. Ai vlerëson kundërshtarin si një nga ekipet më të forta në Shqipëri. Por gjithë fokusi mund të them është ndeshja. Mendoj që këtë festë më të bukur e bën 3 pikë, kështu që përqendrimi është maksimal aty. Ecuri e mirë, mund të them vjen një moment mirë, ndoshta para pak javësh duke larg vendi i parë dhe krijoi ndoshta një frymë që deri diku nuk ishte ajo që na duhej, por që skuadra tregoi që ka forcë, ka kualitet dhe potencial për ta kthyer situatën. Mendoj që ky grup djemsh që mas janarit, mund të them atë ecuri që bëme, tregoi që realisht ka skuadër që ka shumë cilësi brenda dhe pretendimet janë maksimale. Elbasani e tregon vetë renditja, cilësinë dhe forcën që ka, kështu që ne e vlerësojmë maksimalisht, vjen si vendi i dytë si një kundërshtar direkt për titullin kampion. Ndeshja me Elbasanin luhet të dielën në orën 19:30 në Loro Buriqi, por në kuadër të 107 vjetorit, klubi vllaznia ka përgatitur një festë, e cila nis një orë më herët, duke ftuar të gjithë tifozët të festojnë së bashku.